Përshëndetje miq, jemi sërish me Madam, jemi sërish me podcastin tem javor. Po shifni që në tavolin këtu ka disa aparate të cilat çka kanë me na shërby. Duheni me ndajt me neve deri në fund të emisionit me e kuptu për çka shërbejnë këta aparate edhe çka është mjekësia alternative me analiza kuantike. Shumë jena të një kohëve të fundit për fizikën kuantike, për mjekësinë kuantike, për astrologjinë kuantike, gjithë çka po shkon në drejtim, ku po shkon njerëzimi dhe çka do të thonë kjo, me mu sot në studio një musafire shumë speciale, e cila ka vite që merret me këtë shkencë, e ajo është Astria Binaku. Mirë se erdha, Astria. Faleminderit, Antigona. Unë erdha këto, jam shumë interesuar për më tregu njerëzve që ka ekziston diçka që mundet njerin në bast analizës kuantike me largue dhe toksinat edhe me rregullu shëndetin. Po, energjia jote është shumë e mrekullueshme. Faleminderit, gjithashtu edhe Për jote. momentit kur të kam taku, ma ke dhënë një ngrohtësi edhe jam kënaq shumë që po të njoh. Kështu më vlerësojnë gjithë njerëzit që vinë te unë, në vizitë, më thojnë energjia jote na bën diçka mundi çdo ditë bukur. Shumë bukur, po. Ke një bukuri të rrezatuese, edhe vërtet kënaqësi që njihemi. Fillimisht, për mos me folna direkt për këtë aparat, edhe për këtë çka ka me ndodhur sot njerëzit nuk kanë më nështru një analize, drejt për drejt këtu me juve bashk, pa asnjë filtr, me e kuptu se çka ka organizmi jem, a jam më shëndosht, çka më mungon, si duhet të trajtoj organizmin tem, me ju thonë të drejtën, unë jam njëri i cili nuk kam qef fort mjekësin. A kjo mjekësia alternative gjithmonë ka tërhek pak më shumë? Unë do të bëj një analizë kuantike, unë i shoh 13 analiza këtu, edhe smundje kronike. Për 13 analiza, më me pa gjitha ku është në dembel organet e juve. Ku janë dembelav? Po. Cili organ është dembelav? A peshin ju, dëna me gjithë se cili për organeve të mija ka ra pauzë po lip pushim. Po shumë e vërtet. Edhe çdo herë që vinë pacientat, mundohen më tregu për smundjet e tyne, nuk ka nevojë më tregu, unë e shoh këto. Okej. Analizën kuantike bëj qysh para 8 vite. Fillova unë nuk e kom kuptu as datë, po kështu që erdha deri këtu. Jo, si ja ke fillu dhe në mja njës prej fillimit. Tregona kush është Astria, ku ke lindë dhe ku jeton tash? Une kam lindu në Barilev, shatin Barilev. Këtu në Kosovë? Kam studiue fakultetin teknik këtu në Prishtinë. Edhe si që gjithë në shkova në Gjermani, jetoj afër Bremenit, thirret në qytet Zyke. Kam 2 djemë, 2 nuse, 2 mbesa, edhe normal, edhe burri. Edhe kështu që unë fillova në Gjermani me njoh këtë punë. Okej. Zakonisht, unë e di prej vetes, edhe prej shumë miqve të mija dhe njerëzve të cilët kanë ndryshu kohje jetësore. Mjekësia alternative për ty është kohje e re jetësore. Shumë e vërtet. Na trego si kemë rritë dhejtë mjekësia alternative? Çka të ka pru? Une nuk e kom njohë këtë pjesë pune. Këtu në Kosovë nuk ka një njohshme kjo pjesë punës me ba një analizë kuantike dhe me diti ku ki toksina, ku ki helmin, nga të vjen helmi. Edhe shëndeti jam nuk e mirë, edhe kështu që atje unë njoftova me disa Gjerman që i falenderoj. Çka ke vujt? Kom vujtën e për yndyrës në gjak, anemia, edhe kom pas probleme normal, shtatzanë shumë si femnat shqiptare kam probleme shumë me shtatzani, edhe atëre pas e hupa vajzën time Ylka, 4 muaj e gjysë ka pas. Shtatzani? Shtatzani, në Gjermani. Dhe më thanë, shtatzania... Shtatzania ka qenë gjithmonë me infekcione. Kanë vdek bebat 4 muaj. Dhe më thanë, ti ke hupë sa shtatzani? 5 shtatzani në Kosovë, 2 djemi kam, edhe vajza fundit ka qenë Ylka. Kam lindë normal. Dhe më thanë, i ke hupë 6 shtatzani në mujnë e 4 të shtatzanis, po.
Edhe fundit ka qenë vajzës, të cilës Yll ka pse kom pagzu me emër, se kom lind normal. Edhe ajo ka lind e vdekur? E vdekur. Masi kam lind Yllken, atëre unë kam vendos, kam thënë, diçka nuk është rregull me mu. Si ki vendos me lind bebën e vdekur në ki lind? E kom vendos, bebën e vdekur e kam lind, edhe mas andej kom marrë shumë antibiotika, për shkak se kom pas infekcion shumë të madh, edhe ato unë kom qenë një javë e mbyllne, vetëm, për një arsye se kalova një pjesë si depresionit, edhe nuk e kishin të leju me këkush më hymë brenda në spital, në dhomë time, pos një murgesh që vi kem vizitaj ke mu. Edhe ato aja ma dha një melache ndorë, edhe kam atë melache. E kam gjithmonë në karta me ku e vozite, se vozite shumë, se jam rrugë shumë, edhe dyqyshëm doke që aja melache mu mbronë. Mbronë gjithkonë. Edhe aja melache me atë mas vajzës tina. Atëre, kur dola për spitalit, shëndeti jam nuk ish mirë. Edhe tash duhet me punu për shëndetin tam. Por, mas Yllkës, unë hapa biznisin e parë në Gjermani, ka 16 vite që jam me biznis në Gjermani, edhe unë e kam firmen e pastrimit, thirret Astra Reinigung, së është emri im, Astra më thojnë krejt familjarët e mi, edhe kështu, Astra Reinigung është një firmë shumë e bukur, edhe ajo firmë punohet gjithë shka me gjana naturale. Nuk ka kimi ato. As produktet e pastrimit. Vetëm pak, se shumë informata na ke dhënë. Kom shumë. Vetëm pak, se po e befasojmë publikun. Dhe më thënë, te ke hap një kompani për pastrim, e cila punon me produkte naturale, që i bjenë sot bikarbon, që i dojnë Gjerman shumë. Sot bikarbon, ufull e që si sena, po, gjithë shka është natural. Si pastrohet banjo natural? Pastrohet, gjithë shka pastrohet, se na duhet me rujt bakteret. Për ata, unë e kam rujt bakteret e mira, se bakteret e mira na duhen. A keni punu në herë për baktere? Unë punoj shumë për baktere, për ata bëj analizë kuantike. Jo, unë nuk jam marrë në herë me këtë pjesë. Unë merrem me astrologi, ma tepër me këta. Ti merret me ata, atëre, firmen, biznisim shkoj ke shumë mirë, por shëndeti si shmirë. Atëre, fillova me shku në shkollë, për me regullu shëndetin të mënyrë naturale, me analiza kuantike, edhe pata shumë shtësën. Si i besova a priori? I besova kështu, o kanë shumë interesant Antigona. Unë e kom pas shumë kontaktet mirë me Gjerman. Edhe i falenderoj shumë. Edhe ata kanë interesant kur i pajsh ata se qyshe kishin shëndetin e qyshe qarojshin këtë pjesën e helmit, unë me ndojsha krejt gjitha i komone që ato. Edhe fillova me shku në shkollë, çdo javë shkojsha në shkollë, edhe kisha 2 orë shkollë, edhe 2 orë ullësha me ta bisedojsha, dojsha me di qka janë ka bojnë këta njerë. Pse ka një shëndet? Si ka ime në shkollë? Unë mjekësi alternative. Vetëm kjo është po ka në përgjithësi edhe drejtime tjera? Po, unë jem shku vetëm mënyrën e ushqyrit. Okej. Mënyrën e ushqyrit, qysh njeri mundet me ushqim me rregullu shëndetin. Edhe ato e besova shumë që unë kam diçka një problem. Edhe ato fillova, ju luta Gjermankës para 9 vite, e thash, unë du me të marrë në Kosovë. O konë gjithçka e re për neve këto, po edhe për ta kanë e re, me marrë një rrugë për Gjermanisë, me ardhë në Kosovë, pa ditë ku po janë. Ajo kështë studiu këtë pjesë shumë herët se ona. Qysh mosha 22 vjeqare kështë fillua me këtë pjesë puna. Edhe thash, Jana, a pranon ti më ardhë në Kosovë? Unë përta Astrije, po. Nëse ti thu, unë do të vinë në Kosovë. Edhe nuk ishtë kur far interesi për meja. Asë një pikë. Jo që me thonë se gjdo gjopë në lidhë një interes. Po aje nuk ishtë interes për meja. Asaj e pilqejke karakteri jam, edhe i pëlqejka e pjetë se unë po du diçka me bo për Kosova. Edhe unë i tregova burit që unë du me shku në Kosovë me Janën, a e tha, si burrat.
Tash, unë du, ti nëse vendos ashtu, merë rruga. Edhe i bona gjitha, edhe e falenderoj edhe motrën time, ma këthiren, së s'muj me ja hup ato gjana, edhe i thash motrës përgaditi njerëzit, që unë do të vi për Gjermanisë edhe të bëj analiza kuantike, edhe pse nuk e dishëm që ka është një analizë kuantike. Besa, nuk kena di? Jo, nuk e keni di, para të vite, nuk kena di që ka është një analizë kuantike. Edhe erdhen disa njerëz, doktora, ka pas edhe doktora së s'muj, ka pas shumë njerëz në ndryshëm, edhe ajo fillaj me tregu për problemet e shëndetit, si vinë problemet e shëndetit, nga vinë problemet e shëndetit. Edhe kryja ajo pjesë edhe gjithë ata që kenë atë nuk e kuptun kurqa. Besa nuk e kuptun. Edhe tani, mas andej, a i filloj me bo analizën qysh, unë tash du me ta bo analizën ty. Po njerëz, shumë shpejt kom i vu dorën këto edhe analizat e mija, me qenë. Edhe ajo filloj me bo analizën edhe një fjallë ma tha. Astrije, shumë vende kom qenë, edhe kom bo analiza. Populli shqiptari shumë i menqur, po edhe shumë helma kene në trup. Tash nga vinë helma, më interesoj ke mu janë. Helma ta vinë nga lufta, metalet e randa. E këni ditë nërë për metalet e randa? Po, ato kom diqo. Po, edhe metalet e randa, edhe uji, se gjë kryesor është uji, se na jena 70% uji. Po, a Kosova ka mangu uji. E din. Edhe kështu tani, ajo fjallën e parë më tha, Astrije keni shumë mungesë vitaminës D. Nuk ishëm të njoftuar për vitaminën D. Dësa para 10 vite nuk kina kont njoftuar për këtë pjesë. Edhe pytas disa, nga vjen kjo pjesë, mu gjithë shka më interesojke. Astrije tha, kur ki helma në trup, hub vitamina D. Oh, thash, Jana, thash po, tha Astrije, tha, vitamina D është gjithë shka. Edhe ato tani fillova nëse Jana një herë, erdhe dytën herë, tretën herë, Jana dështaj nuk mujtë më arë, atëre mora burin e Janës, e kom pru këto në Kosovë, me ato, po ju mune tash jena, është pak, u kom problem për burin tem me marë une. Një burë tjetër e marë. Më pru këto. Tash po foljum, unë du me të reguë atë vërtete. Edhe kur i thash burit, Jana nuk po mundet më ardhë, unë du me udhtu me Jurgen edhe me shku në Kosovë. Ke shumë fështirë për burin me pranu atë pjesë, që unë me ardhë këto, me një burë, edhe me ardhë bashkë, me bo analiza. Po unë kisha motrën teme, këto që ajo gjithë shka organizajke. Sa e kuptaj, qysh herën e pare kuptaj se qka do me tha me largu toksina për i trupet. Edhe organizaj edhe dytën herë. Edhe burri i Janës ardhë me mu, bënëm analiza, ju të regoj gjithve njerëzve se qka, qysh vinë e sa. Atëre mas një kohë, une u shkollova për këtë pjesën e analizës kuantike, atër fillova vetë. Ata më dimun, ata më të regun. Po, mas andej, u duftu në vetë me punu. Ashtu? Edhe atër fillova me Kosovë, nga pak në Gjermani, nga pak Kosovë. Po, qka u ka një interesant, isha shumë ngarkume me punë se unë punoj shumë, edhe kur ta kish një kompani, nuk është e letë. Me 2 biznise me fillu për një herë. Kisha kompaninë e pastrimit, edhe burrin e kom biznes, se burri është në biznes temin, edhe kënej kisha fëmijë, jo, moshën 13, djali i madh ishte moshën 13, Kur e keni? 10, ishin hala që nuk ishin atë moshë që mu ishin me ndihmushën. Edhe kështu që fillova me këtë biznes për burrin ishte shumë e vështirë. Nuk muj keme pranu që unë me udhtu me ardhën Kosovë, edhe atëre thash unë du me ba këtë punë. Sakrificë e madhe është për një gru shqiptare, e cila gru në gratë jena mësu me ingu burat s'kena qare. Bravo. Edhe zakonisht i një gratë kur dalën për televizion e thonë jam ka për krah burri, mu më ka për krah burri, mu më ka për krah. Jo, për këtë pjesë nuk unë ka për krah burri.
Ja ki dalë vetë. Vetë e kom dalë. Është... Edhe burri e din mirë këtë pjesë, edhe pranon gjithë. Aje pranon që unë jam kona aje që kam luftu shumë, edhe gjithë më thetë, ti ke bo këtë punë se unë kurse kësha bo. A disa e fështirë ka në fillimi, mos me di qka është një analizë kuantike edhe me ardhë me një laptop thjesht ta shpisha një aparat, se për njerëzit tonë gjithë shka e re, se ju e dini me njerë nga fillojnë ama ta analizat e gjaku. E gjaku të po. Me rengena, me ultrazona. Me ato procedurat, adi që shkojnë edhe u konë për ata dhe për burin të mu, më ka thënë gjithmonë, hej, ma se s'kem ja dalë. E kom thënë, unë kam ja dalë. Edhe di atë rrugën tam, ku kam ja dalë. Se unë gjithmonë e kom pas Antigonë, gjithmonë i kam shkru gjanat e mija, qëllimit e jetës. Edhe gjdo herë që e kom arrit një qëllim, kom thënë nuk kry këtë qëllimi. Unë do të shkoj tjetër. Edhe nuk e kom këthy mra pa shpinë ma. Edhe ku me ditë edhe pse gjithë jenë konë. Shumë interesante kjo pjesa se si ke ka përcy, dhe më thënë, në zakonisht për i dhimbjes madhe, vendosi me ndryshu vetën, edhe me marrë kohje tjetër njëtë. Normal. Edhe ti me humbje në vajzës, e ke hupë vetën, në fakt. Me vajzën të anë ka vdek edhe një pjesë e jotja. Edhe ti ke vendos me riformu vetën, edhe me marrë në dorë situatën. Rrugë e cila nuk ka qenë e letë, sigurisht që nuk ka qenë e letë. Shumë e pështirë ka qenë. Edhe për krahje nuk ke pas. Zero. Për e gjitha ondësh. Jo vetëm ka pjesa burit tam, se tash edhe ka familja jam, e vetë mja ka qenë motra jam, që ka qenë krahi jam. Edhe ajo, nësë normal, edhe nana jam, ajo është nga tjetërën botë, se nana t'i dojna shumë, edhe ajo ka qenë femër shumë e fortë, se edhe ajo ka luftu shumë, edhe vetëm një fjallë ma tha, ma la amanet, ta më së ndalë. Më s'ka bo më ndalë. Momentin kur është largu nga kjo jetë? Po, para vdekjes. Para vdekjes nana më tha, jo, më së ndalë. Se pajke që nuk kam për kraje, për kërkojt, nuk isha kërkojt. Se ishë një punë që nuk muj ke kërkush me kuptu, po unë e kuptesha se unë shkojsha në shkollë, unë e pajsha gjona se qysh po shkojnë, qysh po shërohen njerëzit. Edhe atër ishtë një vendosja jem të 100% që çdo njeri që t'ullet para me, unë ka me regullu. Kështu ka qenë. Kjo kam vendime. Sa pacienta i ke shëru dhe? Kam shumë. Sa, afërsisht? S'moj me vëgjej, shumë kam. Shumë kam. Mu shumë njerëz me vizitojnë. Edhe shumë marrin energji prej meje. Dhe më thënë ti punon edhe në Kosovë dhe në Gjermani? Në Kosovë, në Gjermani, në Zvicer, në Belgjik, shumë vendet botës. Uston, shkon të pacientat? Edhe shkon ti të pacientat? Shkoj të pacientat, unë e gjithmonë marrë hotelin, vendin, se unë e du të prej Gjerman me kure marrë një hotel, unë e du të mi të regu që ka me ba analizë kuantike, ata kuptojnë pjesën e punës tem, edhe i të regoj që shto unë e kam pacienta që vinë të une, edhe nuk ka kur fa problem. Apo kuptan se e din, po mirë bajtja adin është diçka pak ma fshtrajt se me mo një hotel. Dom thjesht. Edhe në Zvicer shkoj ka 5 vite, kur ka qenë korona? 2019? Po. Atëre, po, kam fillu edhe në Zvicer, për mes një familjarit atje, unë në Gjenev, a më ka fru mas pare që më ka thonë, hajde se na duhe shti këto. Kom arkerën, fikal vetën, pa burin, kom shku në Gjenev, pa e njoft vendin e Gjenevës, a Zvicrën, kom shku atje drejt. Ato kom fillu analiza me ba, edhe sot janë ajo familje është falenderuse. Cilat probleme jenë gjendje mirë? Analizat, problemet, unë drejt me të regohe Antigona, unë shkoj gjitha problemet e shëndetet. Gjitha problemet e shëndetet, se shëndet në lindëm të shnush, të edhin. Momente që është një organ dembel, e bon dembel tjetërën. A është shta? Po, se ata në si në gjirë. A vënë jenë gjithë. Tash për para nuk kena di qka është ke frymja stomakot. Po. Gjithmonë kena thonë, kem hangër të qka dhe ka ndodhë të qka, po kuptan.
kjo frymja stomakut tash po bën shumë probleme. Tash problemin e melqis, po une vetëm kur e bëj analizën atëherë e di tamam ku është problemi, a din? Edhe unë shkoj që atë pjesë ku është një organ dembel. Okej, alergjit a i trajton? Po, edhe shumë kanë sukses. Se alergjit, për me përpara nuk kanë ekzistu alergjit. Tash të rgoj për alergji, shumë di për alergji. Hajde. Unë e kom pas nuse në vllaut me alergji. Edhe fillaj të merë disa gjana, unë që ja ke propozova. Po, propozova. Jena të folë që gjithmonë janë ilaçe bio. Jena të folë që komplet është gjithë shka bio. Vegan. Unë punoj me gjana vegane. Se unë mësoj për produktin plus për këta. Nuk mësoj vetëm se tash vjen një produkt shumë i ri, vjen produkti i hormone, tash ju për dini kena se cili probleme me hormone. Edhe bashkë nusja vllaut, pat alergji, edhe alergjia pula. Edhe fillaj ajo me terapi, po unë e kam një problem me pacienta. Unë i thëmë paciente, nëse nuk shkon në regullat mija, si që thamë unë strik, se unë jam këgja strikon në terapi, ju s'keni me arrit suksesin. Ata mendojnë, këto nuk janë ilaçe. A më kuptan? Vetëm me ilaçe shërohet njëre. Unë i thëmë, ti ke mu regullu. Ti a ke lindi smur? Jo. Gjitha organet i ke pas okej? Po. Një organik i dembel, unë po du qaj organ që ke dembel me ta regullu me shku njëj si organet tjera. Edhe unë e kom frikën të pacienta, vetëm kitë frikë kam. Nëse ndoshta nuk më dëgjan, edhe ndërprin terapin. Se problemi u konë të pacienta kur i kom dhënë terapi, ka ardhë tjetëri, ka thonë hej, që ka popin ti. Kjo nuk shëran. E njerëzit kanë shumë një imunitet tolt. Edhe me njëherë imuniteti ullët ju bjen diçka që nuk është e vërtet. Po aj që kanë dëgjue, gjithë kanë arrit sukses, edhe nusja e vllaut tem ka arrit një sukses, jo pak për tepër. Një vjatë. Dhe më thonë, alergji që është shfaqë për mes likurës. Pri stomakut. Po, të regom, a punon me ekzema, me psoriazi? Ekzema. Edhe ekzemen e di shumë. Ekzema është e shpashërueshme. Pri anës mjekësis është e pashërueshme. Unë ekzemen e shëraj, kam raste. A është ekzema me asili? Po, me asili, grave. Që qahën durët, kështu. Ekzema do një vjatë terapi. Po, gjithçka vegan. Unë tash nuk punoj me gjana kimi, nuk punoj vegan. Edhe unë ju datë, në bazë të aparatit, unë e di ku është problemi. Nëse ka problemi në stomakut, atëherë shkoj vetëm të stomakut. Nëse o problemi stresi, shkoj të stresi. Se momente se është interesant stomaku, lidhet gjithçka me stres. Edhe stresi lidhet në stomak. Pse? Më thojmë, pse stomaku të bën dëm atë shumë? Po stomaku po të prodhon toksin. E toksinin po të bën të ekzemen. Unë duhet me shku të pjesa stomakut, atëherë shëroj ekzemen se fiton vitaminen D. E psoriaza? Psoriaza, edhe me psoriaza kam shumë pacienta, edhe kjo është e njëjta. Edhe psoriaza është shumë interesant. Autizmi? Autizmin autizmi u dimoj shumë. I përshëndet gjithë të nanat që i binë fëmin të one, që i trajtojnë fëmin me autizm, ndojnë shumë fëmija me autizm. Fëmija me autizm kanë shumë probleme me parazita. Shumë ka probleme me parazita. Parazite është një diçka që indikon të pjesa e fokusimit. A të menqër janë. Nuk ka fëmijë më të menqër se fëmija me autizm. Edhe kur të vinë herën e parë, shumë vështirë kam ja vendos dorën këto. Antigona sa hikum deri ta vendos dorën këto shumë e vështirë. Edhe masandej, kur vinë herën e dytë, ulen siti. Kënë ndryshe. Këtë me gjana naturale se fëmija me autizm me kuptoj që a do me thoni vegan. Edhe i pyti nanat, i thonë, kur pjodhone terapin, apo ju marrin fëmive, fëmija ju, po astrije, me erë, me aromë, edhe me njëherë i marrin pa problem. Se fëmin me autizm është shumë shtirë. Me i bindë. Me bindë. Kam shumë sukses të fëmija me autizm,
e kam një në Francë, ka 3 vite që vjen të une. Sa herë shkoj une në Zvicër, a i takohet me mu, me fëmi me autizëm. Kur ka ardhë herën e pasër, a i fëmi nuk ka dit me folë, nuk ka mujt me folë, edhe të ndin ma e gishtav se një ka në ato gjanat e veta. Po nana e vetë ka qenë shumë luftetare, edhe në stopë më kanë dëgju, edhe sot a i fëmi shkon shkollë normale, po, edhe fundin herë ma ka shkru Astrije, djali ka fillu edhe matematikë. Wow. Adis fa suksesi ka qenë. E pash një fotografi, dje kur kena pi kafe, e Po. pash një fotografi të një pacientes tonë, cila ka qenë obeze. Po, shumë e vërtet. Edhe më interesoj kjo pjesa e obezitetit, a është vetëm diet, apo ti ke diçka tjetër që je? Diqa, une në momentin se edhe shumë e mirë është kjo, dhe pjesa e dietës, shumë femna vujnë nga pesha. Bi pesha, edhe unë gjithmonë jam kundër asajna që e bon pjesën e operacionit, se unë nuk e du as vetë operacion, ma mërmenja edhe ti e njëti si une. Edhe unë kështu punej. Unë i bëj analizën. Momenti që e bëj analizën, unë e shoh kush dembel organizme. Atere ju dha dietë. Dieta jam është kështu. 3 pijata janë. E mëngjesit, e drekës, e darkës, apo. E mëngjesit ka me qenë gjysën perime, 1/4 karbohidrate, 1/4 proteina. Kush është proteina? E veza. Janë gjana që unë ju dha disa gjana që. E drekës, mbrenda prej mëngjesit dhe në drekë, vetëm ujtët me pi. Nuk kena nevoj ato gjana që shqipërdorëm. Qipsa, smoka. Ato. Vjen dreka, e njëta. Vjen darka e njëta. 3 racionet plota. 3 herë. Mund, sa bukër me hongër 3 herë ditja, ako ma bukër, Antigonë me hongër 3 herë ditja edhe dhe mu më dopsu. A dhe çfarë kënaqësia është. Ku je konë deri sot ti? Ku je konë ti deri sot? Antigona, kam pyet shumë njerëz, kam edhe në Amerikë që më thojnë Astrije, pse në televizioni nuk të merë? Po ti ke ajo që më kërkove. Faleminderit shumë. Unë e të gjeta. Ti më gjete, faleminderit shumë. Unë e të kam gjetë për mes TikTokut. Po, bravo. Tani kome ta tërgua dhe pjesën e TikTokut dhe Facebookut. Kem shumë që ka bisedojnë. Sot ka ardhë një kohë kur vërtet nëse dënë me mësu, gjithë shka mundesh me mësu. Edhe mu astrologjia në jetë më ka gjetë, si ty, që të ka gjetë mjekësi alternative, kur ke halë, edhe kur jenë siklet, ti lypë rrugë se si me dalë për situatës, edhe në atë rrugë, kur të nisesh një rrugë të Zotit, një rrugë të shpirtit pastër, gjithmonë gjenden njerëzit e duhun në momentin e duhun. Shumë e vërtet. Kështu që edhe në ti nuk jena takur asisht Astrid. Unë me nëzi po pres me qitë dorën këtu me pasë që ka po mdel. Shumë edhe pram, kërë takova me ty, për mu ka qenë diçka një farë energjia, se une i marrë energjin, e dikuj, po edhe nuk jam kursimtare edhe dhe energjin teme, se dikush është kursimtar të pjesa energjis, po aq u knaqa me ty, aq kalova bukur, edhe pram kom flaj shumë mirë. Po mirë, e ki pas shumë mera këtë pjesën në intervistës, si keme qenë para kamerave, si po ndihet? Shumë, Antigona, kom pas, pse gjdo gja më ka duke që vo njerëzi nuk e kuptojnë këtë pjesë, e për ata kom dasht shumë publike me ba këtë pjesë. Me thana njerëz, mu su frigoni nga smundja. Gjeni në rrugë. Gjeni në rrugë se kalon e pikësar pjesa. Se edhe unë kom pas probleme shëndetit. Unë kom pas ndyre në gjak që 2 herë më ka sulmue edhe sot që ku jam. Pa asë një ilaqe. Betona 2 djemët. Asë një ilaqe nuk e përdore. Edhe kom pas ndyren aq të keqe, sa që më blokoj kënë këtë pjesën e qafës edhe nuk mu isha me livis. Tensionit të ngrit ka po? Tensionin ngriton, nuk disha që ka bëj për vete. Edhe qau ka një interesant, motra jem, është diçka që shumë është një person që i shetë të sanët. Edhe ku pas një damar këto. Ka intuit? Po. Edhe çdo herë ma bëj ke, hej, a nuk po frigohesh? Nuk je mirë. E thesha, jo, mërë, nuk po më ishe njeri me pa veten, ose se ku pa veten. Antigona nuk e kom pa veten. Po tash, që, nuk ka ma.
Nuk ke më da marë. Po se e rregullova qarkullimin e gjakut, i largova toksinat, e rregullova ushqimin. Po, do të pajtosh me mu që të gjitha këta shërime kur i gjejmë në një farë mënyre, vinë mas një dhimbjes madhe. Bravo. Edhe duhet me kuptu njerëzit që dhimbja e madhe, ose shgënjimet e mëdha në jetë, janë në fakt sprovat kryesore që me na zgju. Po. Edhe me na vetëdisu, me kuptu kvalitetet tona. Ti për veti se ke di që vlen ka shumë, deri sa s'ka përvlu dikush në shpirt. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Unë ju tregoj drejtën, unë shumë ku punu për familje tamë. Unë kam, si çdo nanë e don familjen. Çdo nanë që është e don familjen. Po unë ku punu edhe për familjen tamë, për burrin tamë, ku punu shumë. Unë kom dasht familjen tamë me pas mirë edhe vetën. Ose pa dasht vetën nuk mundesh me dasht dikujt. Kur fillon e i dënë shumë tjertë, harron pak me dasht vetën. Po. Edhe mos e mësohesh me u kthy vetes. Po. Unë e dashta vetën, e dashta familjen, atër fillova mi shëru njerëzit, që janë shumë falenderus. Edhe kom çdo herë në telefon temi, kom shkrime ndryshme që falenderohen njerëzit. Falenderohen njerëzit, po shumë vështirë kanë edhe njerëz me tregu dikuj tjetër se çka po bën, se ja ka marrë ato, ka thonë, që shëruat njerin këtë njërë? Besa e kanë majtë, antigo më shefta sa, u shëru të one, po më shefta se ka majtë atë pjesë. Po. Po, se kanë qenë detyruar puna rrethit, që si ka besu. Po, edhe sa të kam shumë pacient që nuk i ka tregu këkojt edhe është të one. Po une nuk jem konë kundër asajna, pse e di se une vja që kom vjek. Po, kuptohet normalisht. Kuptohet normalisht. Kush është i përvlum, që thojnë kush digjet me tomë, li frynë edhe kosit. Për ata, nuk kom unë se kam tregu kur para publiku tem, po dhe unë e kom vujt pi kancerit. Edhe kjo pjesë shumë interesant është kjo pjesë a kancerit. E kam pas një kancer invaziv, i cili ka 20 vjetë që është i qetë. Po vetëm vete menagjova, ha? Vete kom menagju. Shumë mirë se mi tregu edhe një shka. Nuk kom pranu me ma hek organin, kom thënë hekeni vetëm pjesën që është e dëmtume, ose me ndoni që është. Kam nënshkru vetë. Po, bravo. Që nuk po du me hek qëtë organ, me largu fare. Edhe të gjithë mjekët, edhe unë kam shumë familjar mjekë. Më kajnë thënë që duhesh mi hek, mos bën kështu, mos na, pse po na bën këto, pse unë kam qenë këmbgulse në vendimin tem, se unë kam ditë, kam ndje mrena vetës që unë nuk jam smut. Që është vetëm një idhnim i madh mrena me i cili e ka bëhet pas matim. Edhe në përgjithësi na smuhemi kur jemi keq psiqikisht, kur jemi të zhgënjym, kur jemi të dëshprum, kur në kajnë rajt shumë, kur jemi të mbushur me rrena, kur smujmi përballu që ato rrena, apo ma këqyr dorën. Kjo pjesa e kancerit që e përmende, unë e thamë nëse njeri ka një imunitet fort, si ti që ke qenë fort, atëherë e kalon edhe kancerit. Po. A din të është me lidhë, pse kancerin mundesh me energjia pozitive, më mjekët më ka në thënë mësë nej po. Energjia pozitive. Mjekët më ka në, jo një herë një jetë, 2 herë një jetë më ka ndodhë që më ka në thënë mjekët, këto medicina nuk e spjegon, vetëm energjia jote pozitive, është 2 herë gjatë jetës te më ka ndodhë kjo, unë e vërtet jam e bekume prej Zotit, prej Universit, prej Krijusit, prej si doni që ta thoni, të thirrani si doni. Jam e bekume që ma ka dhënë këtë entuziazëm për jetë edhe këtë energji pozitive, edhe që më takon me njerëz të mirë si puna jote. Faleminderit, edhe unë gjithashtu jam krenare që mult me ty e bisedaj këtë pjesë, që kom dasht me vite. Qaj, andrat janë gjithmonë të realizushme, njëna prej andrave tua edhe të mija të poshtë. Kjo ka qenë andra jam. Ka qenë andra jam që me taku një person si vetja. Mrekullia të ndodhin njerëz, mos me ndoni që nuk ndodhin. Si vetja. Do të kemi bashkëpunime, besoj me Astrien, në vazhdimësi. Edhe
Dhe mundeni me na pa bashkë në TikTok, ndoshta, mundeni me na pa bashkë edhe në për tjera Ne kam shumë video në Facebook. Në Facebook kur kam filluar shumë herët, po gjithçka kanë eri Facebook kur kam filluar me dhënë këshilla, në vetëm këshilla kam dhënë. Edhe a di që shumë qujshe në Antigonë kanë shumë interesant. Vitamina D. Dul vitamina D. Mirë, shumë të paskën qitë emrin e mirë. Gjithmonë i kishen ato kritika, po une nuk i lexojsha ato gjana, se e disha që nuk janë ka e kuptojnë. Unë kisha kuptu vetës unë isha mirë, po unë do isha më ju tregu edhe njerëzve tjerë që mungesa vitaminës D na bjen deri këtu që njerëzit kanë shumë pasoja në shëndet. Kjo është edhe astrologjia jeme, se unë kur e kom mësu për vetem, me mujt me njoftë veten, edhe pse po më ndodhin gjanat, e kur e kom mësu mësne e kam kuptu që duhet edhe tjerve minimum. Bravo, jena humana. Shumë gjana në jetë na mendojmë që rrethonat na i kajmë bo, apëtin shkaku i luftës, shkaku i prindve, shkaku i burrit, shkaku i kësaj. Në fakt shumë gjana na i kemi vetëm prej mendimit. E kena ato, edhe atë frikën e kena se tash ma lidhen gjithmonë pjesë, a thu korona na ka bo këtë problem? Po i thomë pëzmatimet na i kena pas gjithmonë, po korona pak na ka ndimu edhe kalum drejt të ku je. Unë të Antigona, vëndo se këta, është shohe? Unë e pianisi. Qëta? Po, vëndo se këtu. Unë tregoj tash. Nuk gjatë shumë, 3 minuta gjatë analiza, pa dhimbje, pa gjithpon, pa kur që. Ako ma bukër në botë. Për ata fëmija me autizëm e dojnë këtë pjesë. Sa ta e në të menqër e kuptojnë. Edhe, që ku dhe i zë drita? Po. Janë rrezë lazer. Po, bravo. Janë rrezë lazer të cilat depërtojnë në organizm edhe e japin një pasqyrë të gjendjes teme shëndetësore njerëz. Shumë shpejt. Juve gjithë njerëzit keni me pasa e shnoshje. Jam e shnosh. Vetëm të pjesa stomak, largotore. Dhe gjam, Antigona. Unë gjithë mund e folit vërtetan. Pa ma parasysh, sa unë analiza jo të mdel gjithë shka këtu, ku është problemi ju, ku dëmbel, ku kitë, cilën organi kitë dëmbel. Jo. Je zhjur, je shumë e fokusume. Keni fokus te për të mirë. Ata e di se e ushtroj. Vetëm ki mon përgjith, ka të thomune ki mon përgjith. Kur vina të pjesa mungesës vitamines D, e ki vitamine D munges, po ta tërgoj shkakun pse ki vitamine D. Kur shkoj të mjeku të një doktor, i bon analizat e gjakut, gjithë shka është në rekull. Thojnë Antigona, pse ka arë këto ma mirë, shkon pushime. Se i gjitha e kimje. Kur vina të pjesa stomakut, këtu kini nga tëllësim, të pjesa stomakut. Dikujt i punon prap, dikujt i punon shpejt, i largon ushimin shpejt, dikujt i mbet këto, edhe jep një farë, jo një ndjenje të mirë. Nuk ndihesh mirë për pjesë stomakut. Pjesa stomakut mundet me bëha dhe problemet e pjesa e rrahjes shpesh të zemrës. Zemra më rej, vetëm kur bom nervoz. Po, nuk po është nervoz për kësaj pjese. Këtu e ki nervoz. A e këto, ta është përgjeqja. Ti kur je nervoz, je këto. Unë më përgjësi, po zorën Dembele e kom pas të njetë. Pra, unë qëta ta shë, nuk të shë diqka tjetër. Te pjesa kukës tashtoj, se unë e shë dhe fokusën. Sa ki fokusin, sa është fokusi jëtë në përqendrimi jëtë. Se shumë shpesh edhe pacienta që më përcjellin e di mirë që shë thamë, i thomë runde se pju i kërë kënej. Po i në tjetër rrugë. Në tjetër rrugë. Edhe ti je shumë e përqendrume, unë bravo, mentali je shumë mirë, te pjesa e kockave je mirë, vetëm muskojt, pjesa qafës, janë muskojt, ajo plakata e muskojt. Kur vjen atë pjesa më thëtë mbroje për infekcionet, unë nuk muj me mbroj për infekcionet deri sa nuk ta rregulloj ty stomakon. A kuptove? Ky më tregtat mbroje. Kur vjen atë pjesa e alergjisë, se më tregon edhe për pjesën e alergjisë, më thëtë nëse vazhdon kështu stomaku, atëherë t'jap një farë
nxehtësia në trup. A di kur vinë ato nxehtë ftoft, ato temperaturat, atëre është një lloj si infekcion në trup, pezmatim i thonë trupet. Kur vinë atë pjesa hormonëve, pak hiç rregullime të hormonëve për shkak stomakut. Unë vi edhe te pjesa e smundjes kronike. Stomaku të bën problem, te koka je shumë mirë, te pjesa e qarkullimit gjakut je shumë mirë, te smundje kronike, enti gjakut, super, bravo, energjike, logjike. Mu vetëm stomakun, nëse rregullon stomakun, atëre imuniteti jot ka me qenë edhe më bukur, edhe keme fitu vitaminën D. Edhe kalciumin, magneziumin, magnezin. Se këto 3 vitamina lidhen me pjesën e toksinit. Nga po të vjen toksini, për pjesës stomakut. Këtu më shku pak se këtu ki dëmbel, atërë mund kërkojnë qysh mundesh me rregulluar. Zdi si me ta spjegu, po Që shumë ka budallaki që ndëgjoj çdo ditë, sa që lukthi jam, nuk po mundet, sa gjelbërt jam, Asha? Ja. Asha. Vërtet, e kom ditë që e gëzoj një shëndet të mirë, e kom ditë se më ka beku universi me shëndet të mirë. E këqe ku është pjesa stomakut, këtë lidhet imuniteti i pjesës stomakut. Jo imuniteti qarkullimit gjakut, se ki mirë shumë imunitetin e qarkullimit gjakut, dhe imunitetin e pjesës stresit dhe mental, një shumë mirë të pjesa mentale, po problemi jotë është imuniteti pjesës stomakut. Ndimaj pak. Ndimaj pak. Ndimaj. Kurse kur ta rregullojsh këtë pjesë, atë edhe imuniteti shkon nalt. Tani vjen edhe mungesa e vitaminës D, super, atër ki edhe ma shumë energji. Atër shkon me moshën tane. Se unë nuk muj mi bo pacientat 20 vjeqarë. Nuk i bëjnë pacient edhe nuk... Ama kështu 80% është mirë. Mirë, bravo. Faleminderit shumë. Vetëm edhe një pyetje kam e ta pa. Urdham. Tash unë, sa edhe në fund gjithmonë pacientin e pyete. Gjitha qëto gjana që ti thash, tash jena televizion. A e gëzoni shëndet që shtashone? Folle. Une, me të kallëzu të drejten, une di që e kam shëndetin e mirë, jam e vetëdijshme, edhe prit që a thësha që ka po m'del në i sen që nuk e di. Une, jam e befasume sa shpejt e ke identifiku problemin tem kryesor. Une vuj prej zorës dembele prej që egzistoj. Sepse dhe nana jeme, dhe motra, dhe gjyshja, trashëgimi e kena zorën dembele. Dhe me thonë, e kam të ngadalsu me metabolizmin. Edhe ish një proces i cilin unë ton jetën e kam menaxhu me çajna të ndryshëm, me kumllat thata, po e kam në vazhdimsi kujdesim për zorën teme demele. Po. Edhe lukthi, si lukth mu nuk më ka sulmu njëherë, vetëm njëherë një jetë, që kam pas sulm të lukthit, po ajo ka ardhë si produkt i si nus produkt i një gjendje të keqe emocionale që e kom pas për atë periudhë jete. Edhe kom përjetu një burnout vitin e kalum jo, po para 2 viteve. E kom pas një burnout i cili pastaj, mas asaj, mu më ka tjetërsu. E ti? Edhe më ka bo tjetër njëri, një njëri që e donë beten ma shumë. Shumë, e ti. Edhe një gjatë që, po me ju kallëzu të drejtën edhe ty Astri edhe publikut, une kryesisht jam shëru vetë. E kam vetë shëru vetën. Kjo që ka jetë të thonë të sot, është vërtet një mrekulli, edhe faleminderit shumë. Jam kujdes për vitaminën D, une personalisht... Sa ko ke menduet, sa ko je kujdes për vitaminën D, me fitu vitaminën D? Me të thonë të drejten, une refuzoj me pi ilaçe. Jam shumë e keqe. Bravo. Unë kam shumë shoqe edhe shumë doktora në shoqni teme, edhe tonë e kajnë me mut njëjtin problem, se nuk i pi ilaçet. Vitaminën D, unë rrezitem shumë gjatë verës. Okej. Unë rri 3 muj të verës rri në deti, se e kom shpinë atje. Edhe
vitaminën D mundon mi marrë në mënyrën natyrale. Shumë e vërtet është ta ndikon edhe ti shumë alet mundesh me fitu vitamine D se njerëzit tjerë, e kuptan. Ti në momente që e rregullojsh problemin e stomakut, lukthi, se ju e duhet me di se lukthi është i lidhur edhe me pjesën e melçisë, që është një organ që vetëm lodhjet bjan. Kur që t'jatër, vetëm një lodhje, edhe çdo njeri mendon që diçka ka probleme me analizat e gjakut, që po di, po unë shpesh i shoh shqiptarët që nuk kam aq shumë probleme sa që mendojnë. E kupton? Po. E çaj është motivi. Periudhën kur kam pas burnout, po. Unë kam qenë në punë edhe veç me njerë mas prajmit bëjshim atëherë. Po. Unë jam largu prej pune, më ka vyt 6 muaj ditë me bo pauzë. Besoni që për ata 6 muaj ditë, nëse i ka dita 24 orë, unë për 24 orëve 20 orë kom nejtë ratë. Bravo. Se kam pas nevoj të mërshëm për pushen. Që kja është, kur më thojnë qysh mund është ti me regullu një pjesë stomakot, unë gjithmonë terapia jam është fibra, Fiber, okej. 2, balanci, me balancu. Okej. Balans, kas balans? Me balancu. Okej. Balanci, bojna 6 miliard baktereve, se ty duhet bakteret e mira, se na jetona me baktere. Për ata mos pastroni shumë, po leni baktere. Pini kas. Pini kas. Edhe proteinat, që janë të punu me prej bizele edhe soja. Soja është shlina, që kam përdor nëna tona për para. Edhe ju e dini që shumica e në shëru edhe për shlinës, për pare kam përdor. Edhe bizele, bizelet janë shumë. Bizele është pasuli për shembull. Po, pasuli, ato gjatë për... Edhe është e përdor edhe vitaminin e melçisë, me shafran. Me shafran, okej. Po. Këto 4 gjithmonë jepen të fillim për pastrimin e zorve, për stomak dembele, edhe për një melçi dembele, për shkak stomakut është edhe. Edhe atër edhe u shëndetshëm edhe kaq, i shumë mirë. Përpiqem unë tash e kam sezonin e shegave. Shega është vitamina A. Unë e kam shegen. Firma Nutrilite është një firmë shumë e madhe. Shumë, është vjen nga Amerika, nga Kalifornia. Unë kam qenë edhe atje, unë kam vizitu Amerikën, kam qenë në San Francisco, kena qenë me thmi, 3 javë ditë me familjet tem. Edhe kena shkuat vetë më ka interesu kusht firma Nutrilite. Edhe kena gjithë vendin e firmës Nutrilite. Është një firmë që 90 vite eksistan, firma Nutrilite. Është shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe atje shkova edhe pash, edhe tanë masandej, unë e kom studiu firme Nutrilite, shumë. Edhe në vetë vetën, po edhe shumë gjana tjera. Edhe firma Nutrilite vjen nga 2 doktora, 2 shokë, që kanë dasht, si unë ti, kanë dasht njerëzit me regullu, vetëm me pen e perime. Po, vetëm bazë ushqimit. Po. Edhe mbasandej kam provu, se firma Nutrilite nuk provon njerëzit kafsht, po provon njerëz. Se mua dhe ty më marrë dhe më provu e... Eksperimentet i bojnë, eksperimentet që bojnë. Po atë murën disa gjana, po nuk mund të marrit aq sukses, atër i kam bo suplemente. Atër i kam bo suplemente, edhe prej tashit, firma Nutrilite është në krejt botën, numër 1, me certifikat numër 1. Edhe sot arrita une, si femën shqiptare, me dalë me prezentu diçka që nuk e ka bo këkush për neve. Po. Edhe jo vetëm këto, po edhe në Dubai kom qenë. Jo e dini hoteli Adriatico. Jo, nuk kam qenë asë njërë. Ja, është hoteli më i bukri në Dubai. Ato kom qenë une me shumë, me 6.000 vetë, kinez, të nacionalitetet, sidomos Rust e njofin këtë pjesë shumë, edhe vetë mja kom qenë unë e femës shqiptare ato, me burin, edhe më ranë tavoli më uli me 2 Zvicran, 4 Zvicran, 2 familjar, edhe për më pyten, si shëron njerëzit, i tregova. Ata jo që dëshin me marrë gjana për meje, po në stopën symë këshëshën edhe dëshin gjithë shka me marrë për meje.
Edhe burri jam I tregoj ka se qysh bëjnë analiza në Zvicër, ata u befasojshin, kupta se cili e bën mënyrën e vetë punën. Unë e bëj me këta. Me këta, po I propozoj edhe njerëzve dieta, po jo dieta strike, vetëm me sallata. Unë nuk punoj ashtu se tash jam të studiue fakultetin për nutriciste. Mas 3 vite kam qenë edhe nutriciste e re. Bukur shumë, bravo. Edhe ku shkova në fakultet. Interesant është kjo punë. Afërsisht edhe gjenerat jemi me vite, edhe unë kam fillu me studiu shumë vonë. Edhe vazhdoj me mësu çdo ditë. Edhe unë. Interesante, do të kisha dashur me vetë, a ka smundje specifike për rajone specifike? Dhe më thënë, a ka njerëzit, për shembull në Gjermani, dallim për njerëzve në Zvicër, dallim për njerëzve në Kosovë? Kanë shumë dallim. Cilat janë ata? Dallimi më I madh është në Zvicër ku shkojmë bëj analiza, është pjesa e anemisë, pagjakësisë. Vërtet. Është shumë e madhe, edhe stresi. Stresi në Zvicër. Stresi është shumë I madh në Zvicër, stomaku nuk e kanë shumë keq sa e ka Gjermania. Gjermania është shumë ma keq të pjesa stomakut, kurse unë mendoj kështu që kualiteti ushqimit të Zvicrës është më ndryshe se në Gjermani. Se unë se dhe atje ku shkoj në Zvicër ushqena, kom vendin që muj edhe me pregadit ushqimin, është diçka një aromë ndryshe. Po stresi Zvicrën e din shumë për Zvicrës, ata anemia I shkatroj. E anemia është shumë interesant, njerëzit që vujnë nga anemia kanë probleme edhe shumë me kocka. Po. E në Kosovë, po më intereson, në Kosovë, çka kemi në ma specifike? Këtu në Kosovë? Po. Qysh I shen njerëzit në Kosovë? Pjesa stomakut. Stomaku, burrat, problemi stomakut, koka. Edhe spondilozë. Se po, leqi aja, po, unë e shumë migrena. Migrena shumë? Migrena shumë e madhe, po unë nuk e quj migren. Tash, unë mjekësisë se kom studiua, Antigona. Unë jam mjekësi alternative. E kuptoj. Unë çdo smuj e quj gojë. Qa vendos këto. Çka han? Çka han. A vë kuptan? Kurse një doktor e qunë ndryshe, unë për vetë po folje veç për profesionin tem. Po na jemi ato çka ushqehemi. Po, me ato që ushqehem, që ato je. Edhe domtohesh. Po. A vë kuptan? Gratë shqiptare më interesojnë. Qështë edhe një? Gratë shqiptare me interesojnë, qëfar gjendje shëndetësore janë? Po më ndonë... Një ata që kanë qenë të ti, për shumë. Të une. Prej pacientave të Çdo pacient që vjen të une, kërkon prej meje se vinë me gjendje të ndryshme, se kërkoj shumë di. Kërkoj di në vendet ndryshme, për shembull në Maqedoni, Shqipëri, në Serbi, shumë vendet ndryshme. Edhe vinë të une, e unë jam e fundi gjithmonë. Ti e fundi gjithmonë. Gjithmonë jam e fundi. Kur I harxojnë të gjitha alternativat. Është shumë problem që jam gjithmonë e fundit. Edhe më tregojnë pacientë se janë shumë sinqartë, unë s'moj me qut diçka se shumë janë sinqartë me mu, pse e din që unë e shoh këtë. Çdo problem ty në shoh. Edhe atëre hapen e I tregojnë gjitha gjana se sa kohë kanë kërku ndihmë edhe pas sukses. Edhe kur shofte ta, ma shumë të shof pjesën në stomako që asnjëherë, asnjë nuk e ka kërku me thonë, hej, mos o problemi këtu, au të pjesa streset. Unë s'mujnë me edhe një doktor me qujtë fajtor, nuk e qujtë fajtor, por kështu është mjekësia. Po, ajo është rruga tyne, po. Rruga tyne është ashtu. Rruga jam është me vetëm toksinin me qetë, edhe me rregullu një metabolizëm që ka mbet dembele me vite, se unë e shoh shumë herët atë dembel që ka pas, si për ty. Po. Ajo je edhe ti. Edhe, kur ju thëmë unë është problemi stomakut, atëhere e kuptojnë, hej, problemi stomakut, ma ka bo problemin e ndyres, ma ka bo problemin e diabetit, ma ka bo problemin e migrenes edhe çdo smuj. Po ta shumë kërkojnë qysh më shëron mu. Unë du të më shku të smuja parë, që e problemi. Që unë du të më shku të smuja parë të pjesa stomakut ose pjesa stresit. Se stresi është I lidhur me gojen.
shumë keq. Se ti kur ki stres, ti nuk koncentrohesh as pak çka ushqesh. Ti vetëm vendos. Po, edhe vjen deri te çka mendoj unë që mundet me qenë interesante është që kur je i dhënushëm me dikon, edhe nuk e thu. Po. Nëse të në kohën e përbin që ati dhënim, e përbin, aktran para tjerve që je mirë, aktran të në kohën që je rahat. Edhe vetëm fryet stomako. Edhe të në kohën je të arrejt vetën, edhe tjertë, edhe antarët e familjes, edhe fëmijët, edhe tanë që je lumëtën, edhe që je mirë, normal që ka musmu edhe stomaku edhe të në tjerat. Shumë është Cila është përësia jote për të në gratë që janë të në pa për moment? Gratë, edhe burrat, po mu më interesojnë gratë mas pari. Mas pari gratë. Kush problemi maj madhe të gratë, apo? Problemi grave është se është, ju drejt një treguar juve grave, të keni problemi shumë me infekcione, me pezmatime. Ju edhini gjithmonë infekcionin urinë është gjithmonë të gratë. Numër 1. Nga po vjen infekcionin urinë? Nga stomako. Stomako është numër 1 që vjen infekcion pjesën e urinës. Edhe gjithmonë kërkojnë ndim. Me qaja, me qësigjana, qapodione. Edhe është një ndim e shkurt, jo e gjatë. Ose me antibiotika. Unë e thamë mos se antibiotika, se antibiotika është i mbyt qelizat, i mbyt bakteret, na jetojna me baktere. Na du të mirujt bakteret. Për që ata e ke gjeti mënyrën tonë edhe ke punu për pjesën e stomakët, nuk ke mbyt baktere. Nuk e shkut gjithmonë ta pjesë antibiotikot. Unë e gjithmonë, edhe unë kom pas probleme për para me pjesën e infekcionit. Po unë jam kanë si te shumë herët kom punu për ki pjesën tem, kom dash gjithmonë një naturale. Jo me kërku shumë dim të mjeko, për shkak se antibiotikot shumë i kom rusë, se kom pas qef antibiotikot. E gratë kam probleme se ti din na jena ta 70% ujë. Po. Që ata dashta me ljetë. Edhe vinë gratojnë, na nuk po hamë kur që po trashëm. Por i thamë, sa metra i ki që të lukët? Edhe zorë, 7 metra, zorë. Edhe kofet e borlogët i kena. Po. Do këto, dikush këto, dikush për mrapa. Trupi është interesant, organi trupit është shumë interesant, deri ngijet ka me të marru shem. Deri ti merë vitaminat e vetë, mineralet e vitaminat, a i ka me punu të ndite. Deri t'ja jep gjitha që ato që i ka kanë. Në momente që kryet, ato gjana tjera vinë anë atjera. Bojnë rezerva, edhe bojnë vjam. Po. Edhe tash, i thamë, okej, unë e shoh probleme, unë e kështu, thamë, okej. Unë ti kime, tash, unë me ja largu gjithë se vinë një pesh shumë të ngritën, edhe një mosh, shumë organe dembele, edhe para me ndo kur ti ki vetëm një organ dembel. Po kush ka shumë dembele, të pjesa kokës për shembull, kur e ka pjesën e qarkullimit gjakut, kur e ka pjesën e hormoneve, shumë probleme tjera, a disa shumë duhet me punu me atë pacient. Si nxirë, po. Po, edhe tash filloj me terapi. Unë kërkaj për i sajna, mas pari kërkaj ambesan, fjallë e parë, unë thëtë po, atëherë unë në mëj me punu me ty. Pse besimi është i pari. Edhe doktori do të mi besu, lemo mjekësis alternative. Momentin aja që më besan, Bon. Unë nuk ka kur fa probleme, shumë shpejt e regulaj. Terapin që e dha ona, është shumë interesanta dikona, kër e me terapin, vetëm banjo ka me najtë në veci. Se dehidran. Bon, largim atë shumë të urinës, sa që vetët, në diçka ishkon që unë s'ko mujt me para... Po, i ajën trupin. Po, ajën trupin, natë e ditë, ajo zgjatë një muj, do 2 javë, vare se qysh trupi sa ka peshe, sa ka uja, po kuptan trup. E kjo është që lidhet me pjesën e stomakut, ashta me tregu, me pjesën e stresit, me pjesën e qarkullimit gjakut, se kur keni problem me qarkullim gjakut,
a disa ajo aje trupi, se qakullimi i gjakut aja, po kuptan. Tash unë e rregulloj qakullimin e gjakut, plus e rregulloj stomakun, plus e rregulloj këtu, që mos me vendos gjithçka në gojë, se dhem atëre. Kur janë nisë terapista, mas një kohë, nuk ka shansë me hongër ato gjana që ke hongër për para. Se edhe unë i kumbo kështu, unë e thëmë shpe. Terapin keme ma shkru mas emisionit. Unë e kam e ta shkru. Qka duhet, me qka duhet? 4 gjana keme marë. Hajde, cilat? Proteinat, Proteina, fibren, fiber, balancin, balancin. edhe vitamine e melqisë. Ku që marë? Cila është e melqis? Me shafran. Me shafran? Po. Okej. Këto 4. Edhe kemo ushqy 3 herë në ditje. Unë e ushqehem vetëm një herë në ditë. Den tash, unë jam... E kom sistemin tem. Na kina me punu së bashko. Po. Ish kuzhina këto. Kena me zi. Bashkë. Mi të regu njerëzve sa shpejt përgatitet ushqime. Astria ka shku një orë për kur ja kena njësë emisionit. Edhe njërë kënë? Se në të qohë? Ka kalu një orë për kur ja kena njësë emisionit. Po, okej. Atë ka kalu shpejt kja orë. Shumë. Shumë shpejt. Unë univa aqë bukur të te. Unë po mendoj që jam me një pacient temen, edhe po bisedaj. Qa që edha në atë fokusin e punës tem. Shumë mirë. Unë kom marrë taman një fokus, edhe kom kërku këtë pjesë shumë, gjatë. E ke manifestu, thamune. Faleminderit. E ke manifestu dhe të ka ardhë. Unë të falimderoj që ke qenë sot me mu në Madam. Unë e mendoj që të gjitha i kemi thënë, edhe qka do që ju kemi me të borgjë miqë, na bëni halal, po na kena mu taku prap, Astria ka ma ardhë Po. prap në studion tonë. Po. Besoj edhe me në njonin prej klientave të vetë të cilët e kajnë përjetu shërimin prej saj edhe prej mënyrës saj alternative, është fare bio. Nuk mundeni me hub kur gjo. Janë të gjitha produkte natyrale. Qëta. Lemo që kjo të shnosh njerin naturalisht, po kjo edhe shpin të afshin naturalisht. Kraj. Po asnjë... Edhe teshat e mija. Po asnjë kemikalje. Si është e mundën se di, Unë jetoj kështu. Jeton fare në mënyrë vegane. Po. Me gjithat, për të gjithë ju që keni qef me ditë diçka ma tepër, mundeni mi likë në për rrjetet sociale, mundeni me shkruaj edhe mu, unë ju jep kontaktin. Po. Faleminderit që keni qenë me neve. Faleminderit Astria gjithsesi që ke qenë me mu. Shumë faleminderit e pyetje Antigona. Unë jam kanë shumë e kënaqur me ty, ma mërmenja dhe ti, me mu. Shumë. Edhe do të punojnë bashkë. Pa tjetër. Edhe e di që shumë njerëz të shërohen në mënyrë natyrale. Gjithsesi. Pa gjana kimikate. Kom arrit biznisin tem që kam në Gjermani 16 vite me majtë në Gjermani pa gjana kimikate. Edhe kjo pjesa e shëndetit që ashtu duhet pak gjana kimikate. Unë e di që mjekësia është ka me qenë edhe ekziston që. Edhe shëqyr që janë. Po. Por edhe kjo pjesa është shumë e rëndësishme. Shumë. Se njëjtën punë e bajnë edhe Gjermanët. Po. Mjekësi edhe alternative. Po. Apo kuptan? Edhe. Ka i nevoj për njëna tjetër, në tonë kemi nevoj për njëna tjetër. Për të dyjat kena nevoj, kështu që s'jem kundër diçka mjekësis, çdo kush e bon profesionin e vetë, unë në zona që kemë këse, që e bon profesionin të unë e temë, po funksionojnë bashkë, nuk është që s'funksionojnë bashkë. Po, pra. Jo, dora për dorë ka nevoj, të gjithë kemi nevoj për njëni tjetërin. Mirë është me udashtë, mirë është me i nimu njëni tjetrit, nëse e keni ndigju këtë emision, dini që dikush ka nevoj të regoni, mos hezitoni me thonë informatat mira edhe me i bo njerëzve mirë. Po. Deri atëherë edhe deri javën tjetër, ju dini që ka duoni me bo, shumë të but me veten edhe të kujdesshëm me të tjerët. Miru pafshim. Miru pafshim.